Përgjegjësia e rritjes dhe edukimit të fëmijës është një obligim i madh që është mbi supët e prindërve. Ata janë shkolla e parë ku fëmijët marrin mësimet e para të edukimit dhe moralit. Prindërit dëshirojnë që fëmijët e tyre të rriten, aftësohen dhe edukohen në njerëz të denjë dhe të dobishëm për familjen, rrethin dhe shoqërinë. Të tillë janë fëmijët e mektebit të xhamisë së Lagjes së Re, që rriten e edukohen në mësimet e hoxhallarëve Refet Sadiku, Ibrahim Aliti dhe Zuri Veseli, me iniciativë të cilëve të përkrahur nga Këshilli i xhamisë dhe donatorë të shumtë. Sonte bën iftar së bashku në ambientin e xhamisë. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ashhadu an la ilaha illallah. Në mbikëqyrjen dhe kujdesin e imamit Ibrahim Aliti, i cili ka flamëruar kolegët e tij, Këshillin e xhamisë dhe donatorët që e shtruan këtë iftar, organizimi shkoi në mënyrën më të mirë. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për mirësitë dhe begatitë që na i ka ofruar. Pra jemi në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, në këtë muaj të begat që ofron unitet dhe bashkim, ku pejgamberi alayhis salatu vesselam shpërblimin që e ka definu për agjeruesit dhe për ata të cilët i gostasin agjeruesit, i kanë të dy shpërblimet, edhe për të ngratit për të varfurit, por edhe për ata të pasanikët që i gostasin, një të shpërblime kanë. Pra ky muaj i Ramazanit këtë shpërblime ka. Prandaj edhe ne si xhamia e Muhallës së Re, nëpërmjet donatorëve që kanë donuar, e organizojmë një iftar të përbashkët me talebet, me fëmijët nxënësit e kësaj xhamie që ndjekin mësim besimin tek kjo xhami. Prandaj inshallah ky reflektim i këtyre voglushëve që janë drita dhe pishtarën ndriçues të kësaj shoqërie, Zoti inshallah kjo traditë le të vazhdojë edhe vite tjera. Prandaj edhe një herë i falenderojmë Allahu Gjelle Gjalaluhu, pikëpari për ata të cilët u bën shkaktar që donojnë tek kjo iftar dhe për pjesëmarrjen e të gjithë, duke filluar nga Këshilli i xhamisë, nga kolegët e mi dhe nga të gjithë ata të cilët donuan për këtë iftar të përbashkët. Prandaj edhe një herë Zoti i begatof me mirësitë e tij dhe inshallah ata të cilët kontribuojnë çdo herë, jo vetëm iftare, por edhe gjëra tjera për fëmijët, ata të cilët e mësojnë fjalën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, padyshim se ata do t'jenë nuri, drita e tyre, edhe në jetën e berzahut, por më kryesorja do t'jenë në Xhennetul Firdaus, inshallah. Pra Zoti, inshallah, të na zhron zemrat tona në sarajet të dashurisë së Muhamedit alayhis salatu vesselam. Fëmijët i u gëzuan takimin të tyre për iftar, me shpresë që kjo traditë e bukur të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme.